këtu në kupton si diçka mshifet. Njëherë kanë kërcënuar edhe familjarët e dëshmorëve që duhet mi pru, i kemi fshi edhe emrat e familjarëve tonë, dëshmorëve tonë, vllaut tonë. Po mënyra që ka shku është e patolerueshme. Janë bërë sene që këta nuk kanë luftu për mundap. Unë jam Rajm Shatri, jam vllau i dëshmorit Izet Shatri, edhe njëherët jam kryetari shoqatës familjeve dëshmorëve këtu në Istag. Ardhja jonë në këtë kompleks është arsyeja që na ka brengos mas shumti është zhvarrimi dëshmorëve, mënyra e zhvarrimit edhe procedurat deri te zhvarrimi si kanë ardhur. Probleme kem pas domethënë nga qendra, domethënë ku është ajo agencioni për memoriale dhe komplekse në Prishtinë. Domethënë na kemi pas problem me ushtrusjen e detyrës së kompleksit memoriale dhe dëshmorëve i Merhakaj, ku para disa kohë, domethënë ka një muaj ca ditë që na ka thirrën takim, edhe i mi morë vesh që ta bojmë një këshill organizativ edhe ky këshill t'i bën pikat. Kështu ka qenë porësia e tij dhe fjala e tij që i mikon disa familjarë dëshmorëve. Po ajo nuk ka ndodhur, a ditës sot nuk ka ndodhur asgjë. Pse nuk ka ndodhur? Nuk ka ndodhur se nuk e di arsyeja pse ne si shoqata e familjeve dëshmorëve nuk kemi qenë fare të kontaktuar. Se ne jemi dy shoqata mirë, po kjo është validje e jona. Arsyeja është se ka thonë faza e parë do të kryhet e rivarrimit të dëshmorëve, edhe faza e dytë. Na nuk kemi pajtu për arsye shumë gjëra tjera se mënyra që e thash edhe më herët, procedura si ka shku nuk ka qenë e përshtatshme. Ata nuk na kanë dhënë përjashtim nga rivarrimi, po nuk kemi kontaktuar fare nga ta. S'keni pas komunikim zyrtar? S'kemi pas komunikim zyrtar fare. Më thonë, Ç'e morë kjo vesh? na kemi marrë vesh përmes do familjarë tjerë që ka filluar zhvarrimi i dëshmorëve, edhe këtu kryesisht me zhvarrimin e dëshmorëve janë marrë shoqatat e veteranëve të luftës, shoqata e invalidëve të luftës, edhe një i emëruar si kryetari i shoqatës familjeve dëshmorëve në vend të Demaj. Dëgjosh që kjo është hera sot unë që më thonë u çudita, pi bjen pak si kështu që na lejuar më hymrana, ne kemi tentuar disa herë, s'na kanë lejuar më hymrana se kinse derisa të kryhet të zhvarrimi, kinse derisa të bëhet edhe festa e Istogut, më thonë dita e sqarimit të saj. Vetë kjo mënyrë e organizimit këtu në kupton si diçka mshifet. Domethënë mshifet. Domethënë njëherë kanë kërcënuar edhe familjarët e dëshmorëve që duhet mi pru, nëse nuk i bini vendat nuk do t'jenë t'juajt. Kemi edhe faktet që ky mas një kohë do të zgjerohet, tash mënyrat se çka do të bojnë ata, çam shefit unë i tregova se më herët që ne nuk dim. Jemi out. Mund t'i binë edhe dëshmorë tjerë jashtë Istogut, që janë disa që edhe meritojnë këtu me qenë, shumë shokë që janë vrarë bashkë me vllaun tim, mirë po janë edhe disa tjerë për shembull që na ku me ditë në të ardhmen që duhet prapë mi u kundërvu. Dhe na para se mu hjeka e plakë dhe mu vendos e reja nga kryetari dhe agencioni, ne jemi pas marrë vesh që ajo plakë që ka qenë ekzistuese tjetë edhe ajo prapë. Mirë po nuk doli ashtu. Domethënë u shtuan emrat aty, kështu që edhe aty kem pas na pak kënaqësi. I kemi fshi edhe emrat e familjarëve tonë, dëshmorëve tonë, vllaut tonë, kështu që ajo qëndron. Propozimi është që ne si shoqat t'jemi të angazhuar, edhe t'jemi të koordinuar me secilin, edhe me veteranët, edhe me invalidët e luftës, që nuk është na jemi ata kryesorët, mirë po pse mos t'i bashkëpunojmë edhe me ta. Mirë po mënyra që ka shku është e patolerueshme. Janë bërë sene që s'përkojnë, na vje keq që janë varros edhe shokët e vlaut e vlau këtu është vërtet është e rënë. Zemrat lëndën. Ne si shoqat 2019 si kryesi kemi marrë vendim që radhitja të bëhet në bazë të datave të rrenjës. Domethënë për datave të rrenjës, kush ra me radhë, më shku me radhë me data të rrenjës. E këta e kanë bë në bazë të alfabetit të mbiemrave. Shumë interesante, shumë kjo ka çudit, shumë s'di s'na përket neve si shqiptarë kjo. Shumë o kona jafër, të konë mura shoku me shok afer, jo. S'ka rëndësi edhe tjertë, mirë po, e përkon qashtu. Vllau është vrarë me 12 prill, edhe me shumë bashkëtarë tina ditë, më thonë këtu ka qenë istikami, ka qenë një ditë shumë e rëndë.
Jem bo luftime në distanca shumë të afërta. Unë nuk kam qenë prezident, vllau ka qenë në atë moment i Fikreti bashkë me Izetin, edhe policia ushtarake ka qenë në front. Po ne po shpresojmë që të rregullohet kjo punë, po nuk po shihet se do të rregullohet. Jemi për me afru senet, jemi për me bashkëpunu, nuk jemi për munda, se këta nuk kanë luftu për munda, po për mu afru, edhe më konë bashkë. Kështu që mesazhi im është me qenë bashkë, edhe me gëzu, në më thonë, jo më pas vaj, po më pas gëzim. Më pas gëzim se e meritojnë. Faleminderit. Faleminderit edhe ju nga Demosi.